want to see. Sherlock Holmes. Mr. Holmes, you must widen your gaze. You underestimate the gravity of coming events. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end. The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. I want you to find him and stop him. That'll take every ounce of my not inconsiderable experience. This may be a hobby to you, Mr. Holmes, but I do it for a living. What's next to see what's... What have you done? Sherlock Holmes në kinemat e Tiranës. Lori Kafe, dizajn i ri etiketës me pullën e re në 2 llojet e kafes turke, jeshile e të verdhë. Vazhdoni të zbuloni 4 figura të njëjta dhe ju mund të fitoni dhurata fantastike e të ndryshme. Lori Kafe me një surprizë të re, duke zbuluar 4 lule në shorteun e madh, që do të hidhet më 2 maj në emisionin e diell në Top Channel. Për të marrë pjesë në këtë shorte, të gjithë ata që kanë këtë etiket me 4 lule, duhet të paraqiten deri më datë 28 prill. Një tjetër surprizë në 2 maj nga Lori Kafe. Me të përzgjedhurit që kanë etiketën me 4 lule, organizohet shorteu ku do të kenë mundësinë se cili të jetë fitues i njërit prej këtyre çmimeve. Çmimi i madh, një makinë Hyundai Coupe me 0 kilometra. Çmime të tjera si motor Piaggio, televizor LCD High Definition 40 polësh, PlayStation 3, laptop, dekoder High Definition plus abonim në digital, si dhe 2 paketa turistike çift prej 5 ditësh në Sharm el Sheikh, Dubai. Duke konsumuar Lori Kafe turke, keni mundësinë të jeni fitues. Më 2 maj në Top Channel, shorteu i madh nga Lori Kafe. Këtu jemi pikërisht aty ku është xhiruar filmi Bandat e New Yorkut, por nuk jemi në New York, madje të gjithë ndërtesat që shihni janë masive prej gipsi dhe buke peshku. Mund ta rrëzosh nëse je i zemëruar. Jemi në Cinecittà, në shtëpinë e madhe, në qytetin e madh të kinemas, ku me të drejtë ndjehet një emocion i rrallë, sepse këtu kanë punuar që nga Federico Fellini deri tek të gjithë regjisorët e mbenj, Bertolucci e kompani e të gjithë aktorët që ne dashurojmë. E gjej të natyrshme pyetjen, çdo kjo trupe Top Channel pikërisht në atë zonë, atë bulevard të New Yorkut ku është xhiruar filmi i Scorseses. Kemi një arsye dhe kjo arsye është përveç se profesionale edhe shumë njerëzore. Ne do të intervistojmë në studion e papërfunduar të Ciao Darwin, prezentatorin më të diskutuar e natyrisht më të simpatizuar të Italisë së sotme, Paolo Bonolis. Gjithmonë në diell, gjithmonë në Top Channel. Të dielën, ora 14 në Top Channel dhe njëkohësisht në HD2. Ky show mundësohet nga Eagle Mobile, sponsor i përgjithshëm.